Shumica onet paktën që një që i përkasin fesë muslimane nuk e kryin rritin islame këtë martesës, edhe shumica martesave janë këtu formale ose civile. Është një kohë, ndështë a zonja na mundet na kurorëzimi, ajo është një formalitet të thjeshta edhe caktimi i dhuratës së martesës. Që mehri, që është mund të jetë deri 1 kilogram ari, apo gjys kilogram, apo 300 gram. Standardin e Kosovës e kemi 3.000 deri në 10.000. Do më thënë, kjo është standardi jonë i Kosovës, kjo është si mbas martesës islame, e cila shteti nuk të përzihet, ty aja je pas ja je. Po, që bje që nusja ka të drejtë të kërkaj një dhuratë të burrit në brenda kësaj vlerë. Madje, pa ja dhënë dhuratën e martesës, mehrin nuk guxon të hynë në marrëdhënie seksuale. Mos u bazon nga vetja. Në bashkëjetesë është një lloj kontrate, një lloj mirëbesimi, unë sa e di. Shpinihet zëri. Shkallojmë ligjërisht që kemi edhe kontrata paramartesore. Por, të thuar se buri ik përgjithësisë, unë nuk e di në cilin studim shkencor është bazuar, zonja Alketa. Unë bazovar ato që dëgjoj në baza ditore, si pjesë e kësaj shoqënie, si njeri që jeton në Kosovë. E na nuk po flasim për bashkëjetesën vetëm Prishtinë. Na këtë gabim po e bojmë kur po realizojmë situata caktuar se nuk është Kosova veç Prishtinë. Ne do të bazohemi si qëndron gjendja në qytete tjera, në fshatra, në zonat më të rurale.